Se lejta t'ja thuash popull si duhet thënë kjo punë. Edhe nuk janë pa fund. Ndjenin time ka hotele për të parë jashtë. Etj. Kjo është turpër. Të marrësh thasët me shashti nga kosh vetë ti, si figurë madhe policisë. Se shkatruan dhe edhe komplet mentalitetin e një vepre penale. Ato thasët për cilën u vra Ibrahim Basha atje në Gjirokastër, Lazarat. Me demek për shliruar Lazaratin edhe për ta nga to, në i kohë që ky në krahun tjetër, ky tërthari tjetër i merr i çon thasët vetë. Është gangsterik dhe madh, do të trimëri e madhe kjo punë. Ne kemi probleme të rënda, institucionet tona kanë falimentuar. Ju rofta ajo që kanë këtë dera, edhe si ndodh që sa herë që del nga institucioni një titullar, thotë s'ka më tani institucion, se këta e njësojnë institucionin me veten, me interesat tyre. Po kështu dhe qeverit. Ikën dikush s'ka më qeveri, o e një fitjetit meritat. Duke njohë meritat këtë drejt, jeri Arli se mund t'i shohë të metat. Të metat do ketë, të e në liksimër, të e në armisi ka shiti populli, të e fatalem. 7 veta hanë e pinë si derë atje me armët dhe fishek në gojë. Çfarë do të bëj unë? Nuk do të marrë me të losë me vetë në dorë tani. Avokat... Se për çfarë kanë të armë? Kjo është shumë e rëndësishme. Unë e shoh të shumë të rëndësishme. Tu siguria juridike ka vdekur. Kjo është alarmante. Pra këta i dikan këto punë e nuk i ngacmojnë. Unë dalë një të natës dalë vetëm. Ta i dikan këto punë këta edhe nuk i ngacmojnë. Dinë mirë ta. Tani ky është grupi madh. Nëse nuk arrestohet gjithë kupola e policisë, ta arrestohet jo kështu, gjithë kupola e policisë. E tiki dhe ministri gjithë me radhë, do të nuk qërohet mirë kjo punë, unë e di që Sky, jam i parë, i kam sjellë problemet e Sky në Shqipëri. Sky CC do ta çoj, do t'i bëj një derë të madh Shqipërisë. Këta nuk i lanë rahat, këta. Edhe aty polici, personat që merreshin me marrjen e informacioneve të Sky, këta i luftuan. Ne nuk kemi, sa për djeni nderuar Bardhi, nuk kemi personat të certifikuar të besueshëm tamam, edhe nga Europol, janë shumë pak që të bashkëpunojnë me ta. Ne e kemi kthy këtë vend në Sinaloa dhe ta gëzojnë këta, po ta gëzojmë dhe ne që jemi të paaftë të ushtrojmë detyrat dhe përgjegjësitë tona si qytetar, siç e kërkon vendi, se ne presim, ne vetëm ton si s'po ndryshon gjendja. Po kur mos ndryshon të shqiptar budalla, gjendja kur ti pret bi nga qielli dhe nuk çohesh vetë, ndryshosh qëndrimin tënd e të bësh disa veprime tjera, e qasje tjera edhe të ushtrosh të gjitha drejtat e tua që ti ta ndryshosh vendin aty ku je dhe çdo shqiptar tjetër i përgjithshëm aty ku është. Avokat, si mendoni pse këto arrestime u kryen pas zgjedhjeve teksa mësohet se flet arrestet ishin prerë që në muajin shkurt? Por tani pjesën e kësaj s'du ta bëj më llumë, nëse janë prerë në muajin shkurt dhe e gjetën pikërisht pas zgjedhjeve, turpi tyre. Që kanë marrë kështu. Tani kemi atë simfonita për piano orkestër, për zgjedhje dhe për drejtësi. E kanë koordinuar mirë simfoninë, janë sintonuar mirë. Dakor. Le të shkoj Dumani të merret me zgjedhje, edhe bën mirë pasaj Rama që merret me Dumanin. Nëse janë marrë vesh, domethënë, bën mirë. Se siç u merr ka ky, i kanë hallin, ky po s'besoj se pas kanë luftën seriozisht për. Ndërkohë ambasada amerikane. Nëse është prerë në shkurt. Po. Ju thonë që është prerë në shkurt. Të paktën raportimet e medias këtë gjë e kanë konstatuar së fundmi. Nga ana tjetër, ambasada amerikane ka bërë një njoftim ku ju kërkon qytetarëve dhe personave të ndryshëm, pra qytetarëve në përgjithësi, që denoncojnë trafikun e drogës dhe krimin organizuar te DEA amerikane. Pse ambasada nuk e bën një thirrje të tillë për organet ligjzbatuese në Shqipëri dhe e çon këtë njoftim pra për DEA-n amerikane? Pra, pse e kërkon që shqiptarët të denoncojnë te DEA dhe jo te organet tona ligjzbatuese? Po ato thash që gjithë seti shkapa.
Edhe zgjidhja do vi nga njerëz të thjeshtë tani. Jo prisni që PS edhe PD-ja të vetë në gjyqësohen një ditë, do dalin njerëz thjeshtë. Parri, bjeni më të madhe, sa keni mundësi, sa keni këta hapësirë në media, më të madhe, njerëz të rinj, shqiptar thjesht që duhen pa njohur, po që mjafton të jenë devotshëm. Vetëm ata mund ta bëjnë Shqipërinë. Harroni këto emra, mbas këtyre emra fshihet fëllësirë e madhe edhe vlerë e vogël. Por janë pa vlerë fare. Janë të paburrë. Se gratë punë e tyre kanë, po këta që mbajnë për burra, janë pa burr, nga i pari tek i fundit. Duhen njerëz të rinj. Zgjoni shpresën e njerëzve, ose bëni një udhëzim. Në të gjitha lëvizjet e mëdha progresive që vendi bë përpara, në rrugën për drejtësi, në rrugën për demokraci, rrugën për dinjitet dhe liri, media ka rëndësinë absolute. Njerëzve i tregoni që nuk janë këta zgjidhja, korrigjimi i tyre me zor, të qajmë halët e tyre. Ta duhet hikin me votë edhe me shtet ligjor. Ata që kanë bërë krime duhen kapur, mbarojnë dënimin, pastaj vit konkurrojnë prapë për president, si Meta 80 vjeç. Unë kështu e mendoj. Duhet shohim, fokusohemi tek njerëz të rinj, tek njerëz të ndershëm, dhe të shohim që njeriu popullit nuk është ky me Range Rover apo me X5, po është një njeri i thjesht atje që ka devocion, ka integritet, ka aftësi profesionale dhe ka të gjithë durimin për të shkuar gjërat deri në fund. Ai më tepër ka parime, ka zot me na vetes. Ta s'kan zot themi ne. Po nuk hym në rrugën e besimit me të dyja këmbët, ajo rrugë që do të na japi mundësinë ta kuptojmë dhe ta ushtrojmë një etikë minimale bashkëjetese me njëri tjetrin, por dhe pushteti, ne nuk do bëjmë kurrë raje. Ne deri tani jemi mahnitur dhe po komentojmë shejtanët. Unë i quaj si njëri si tjetri, njëri më i zi se tjetri, dhe të dy do ishte mirë të konkurronin kush është më i keqi. Jo më pak i keqi. Ne deri tani votuam më pak keqi. Ndërkohë në një vizitë të tij të fundit, një nga zyrtarët më të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë së administratës së Donald Trump dhe një prej prokurorëve më të rëndësishëm ka kërkuar që sistemi i drejtësisë shqiptare të luftojë kartelet e drogës shqiptare. Pra, çfarë mesazhi kërkon të jap SBA në kaq pak ditë nisur dhe nga operacioni i Spakut, por ndërkohë dhe teksa janë mbajtur zgjedhjet e 11 majit? Në dinin time, të gjitha grupet e mëdha politike më thellë janë zhytur në trafiqe, para pafund, to investime, kullash edhe rritje të çmimesh, ne kemi thënë që janë pastrim parash, rritje artificiale çmimesh dhe kosto jetese që e vuan gjithë populli. Dhe për mua ta gëzojmë të sinalohen tonë, kur ta marrin vesh shqiptarët se sa e thellë është puna, do të vënë duart në kokë. Megjithatë, ky popull deri tani është indiferent për të mësuar dhe tragjedinë e vetë, shkaqet e tragjedisë tij. Ata e dinë mirë se në fund fare çdo gjë bëhet për para dhe aleancën e fortë që kanë edhe organet ligjvënëse dhe ligjzbatuese me grupet e mëdha të trafikimit.